Përshëndetje miq, sot është 16 dhjetor 2025. Po e bëj këtë video me shkas. Këtu jam para postës së Kosovës ose eshpet e teja, një objekt në Shtërps i cili ka qenë i uzurpuar nga strukturat paralele serbe një kohë të gjatë. Arsyeja pse po e bëj këtë incizim është për shkak se unë jam njëri nga ata prej personave të cilë kemi ardhur, edhe mund të them që kemi qenë në nivel të Kosovës ndër personat e parë që kemi hyrë në një enklavë serbe, të asociuar enklava serbe që u krijuan në 99. Kur pa të marrë diku në 4-5 gusht në 99 me përcjelljen amerikane këtu në këtë objekt, me qëllimin që ta kthejmë objektin dhe ta bëjmë pjesë të sistemit të sapo themeluar që ishte PTK me 2 goshtë pa themeluar Posta e Telekomit të Kosovës. Këtu pa ta me Femi Ravicën, Femi Ahiri, Femi Ravica i njohur, me pastaj me Ibosh Gjiladin, Arsim Marise e tjerë, edhe thjesht pa të mbani ashtu, këtu pa të vizitu këtë post edhe kontrollat e zakonshme. Normalisht atëherë kanë qenë në punë këtu të pjesëtarë sërbë që kanë vazhdu punën, bile kështë qenë një drejtoreshtës në zhona, këta u njefshin këta kolegë vjetër, bashkëpuna ishin normalisht për neve atëherë ka qenë e çuditshme, mirë po thjesht kjo ka qenë atëherë përpjekja e parë, edhe në kur nuk kemi heqë dorë prej kësaj poste. Në çdo pozitë që kam qenë, çdo herë kemi shkru, sidomos duke qenë ndër personat e parë që kemi ardhur këtu. Thash qysh në gusht 4 ose 5 gusht dikon të vitit 1999. Tash, këto ditë veç është fillu rikthimi edhe i kësaj poste, si që sheni është shenja e postës Kosovës, është rikthy në sistemin e Kosovës, për të cilën i përgëzoj gjithë ata që kanë punu në këtë drejtim, që i bjen 26 vite pas asaj që kemi ardhur na. Edhe imagjino ku kemi ardhur na këto, ne i kemi ofru dokumentat, ta kolegët tonë kanë ofru dokumentat për mi nënshkru për më bë pjesë e PTK-s. U bana 26 vite pra për me ardhur deri te kjo pikë. Respekt për gjithë ata që kanë kontribu, edhe normalisht tash ne nuk kemi heqë dorë asnjëherë nga ajo që ka qenë e jona, dhe është e jona, dhe nuk u bën asnjëherë me heqë dorë prej asaj që është e jona.